Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah në falenderojmë, salamat dhe salavatat qofshin për më të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë ditën e ditën e gjykimit. Allah në falenderojmë që na mundsoi të kthehemi këtyre dobimeve të dijes, këtyre takimeve, këtyre kopshteve të xhenetit, këtyre adhurimeve madhështore që janë të dashura për Allahun e lartësuar. E njëra prej adhurimeve që Allah i lartësuar dhe më së shumti është kërkimi i diturisë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Kush merr rrugë që të kërkojë dituri dhe bën përpjekje dhe vetëm niset në kërkim të diturisë, Allahu i lartësuar do t'ia lehtësoj rrugën për në xhenet. E kërkimi i diturisë në mënyrë që ta njohim Allahun e lartësuar, në mënyrë që t'i friksohemi Allahut të lartësuar, në mënyrë që të jemi më të devotshëm dhe të jemi më afër tij dhe ta pasojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është ajo rruga e shkurtër që na çon në xhenet. Andaj gjithsesi prej nesh nuk e din se me cilën vepër do të hyjë në xhenet, andaj edhe nuk duhet të çoj dëm këto shanca, këto mundësi në kërkim të diturisë dhe afrimit tek Allahu i lartësuar. Allahu i lartësuar në Kur'an në shumë vende na tregon për vlerën e dijes, veç fakti që Allahu e ka urdhëruar pejgamberin e tij sallallahu alaihi wasallam për shtimin e një gjëje, ajo është vetëm dituria, mjafton për vlerë. Allahu i lartësuar i thot pejgamberit ton: "Wa qur rabbi zidni ilma", dhe thuaj: "O Zoti im, më shto dituri". Dhe nga suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ne kemi që në mëngjes të themi: "Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a", o Allah, të lut për dituri të dobishme. Lutim Allahun e lartësuar të na shtoj dije të dobishme që na afron tek Ai dhe na shtohet devotshmëria. Vëllezër dashur, në mësimin e radhës në lëndën e akides të cilën jemi duke e shpjeguar, e kemi para nesh një kapitull shumë të rëndësishëm. Është besimi në përcaktimin e Allahut të lartësuar, besimi në qada dhe në kader. Besimi në caktimin e Allahut, në përcaktimin e Allahut apo besimi në kaderin e Zotit është njëra prej shtyllave të Islamit. Madje nëse dikush nuk e beson njërin prej këtyre shtyllave të imanit, atëherë edhe besimi i tij është i cunguar dhe nuk është i plot, madje është i pavlerë. Andaj besimtari të gjitha ato shtyllat e imanit të cilat i kena marrë duke nisur në besimin në Allahun, pastaj besimin në melajket, në librat, në pejgamberët, në ditën e gjykimit, të gjitha ato stacionet e ahiretit, ka ardhur rradha që të flasim për njërin prej shtyllave më të rëndësishme, ajo është kaderi. Kaderi është obligative që ta besojmë, nga sa Allah i lartësuar thot: "Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar." Ne çdo gjë e kemi krijuar me përcaktim, me mas. Ne çdo gjëje ja kemi caktuar kaderin, ja kemi vendosur përcaktimet tona. Pastaj në hadithin e Xhibrilit që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur është pyetur për imanin, ka thënë: "Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi", dhe që të besosh në caktimin e Zotit, të mirin dhe të keqin e tij. Të mirin dhe të keqin e tij. Pra, qoftë ky kader i mirë apo i keq në sytë tanë, ne e kemi obligative që ta besojmë. E kemi të detyrueshëm që ta besojmë dhe tash do ta shpjegojmë në vijim se çka i bën me besu në kaderin e Zotit. A e dim ne, a e kemi kuptuar drejt në caktimin e Zotit dhe cilat janë ato keq kuptime të cilat mund t'i kenë besimtarët dhe mund t'ju ngjasojnë madje edhe idhujtarëve të Mekës të asaj kohe kur janë justifikuar për gjunahet e tyre me kader, me caktim. Andaj në ligjëratën e sottit do të flasim do të mundohemi ta shpjegojmë besimin në kader dhe pastaj edhe në ligjëratën e ardhshme do ta plotësojmë këtë shtyllë të imanit, Fillimisht besimtari duhet ta ketë parasysh kur thuhet në hadith të besojmë në kaderin, qoftë i mirë apo i keq, duhet ta kemi parasysh një çështje më rëndësi, se Allahu të lartësuar nuk i atribohet si përshkrim, si cilësi e keqja në asnjë formë. Në asnjë formë. Allahut të lartësuar çdo veprim i tij është i mirë dhe i përkryer.
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wash-sharru laysa ilayk", dhe e keqja nuk të takon ty, nuk të atribuohet ty o Zot si cilësi, si vepër, si atribut. Mirë, po kaderet që janë të këqija, që na ndodhin, fatkeqësit, gjunahet që ndodhin në botë, çysh mi shpjegu? A janë ato jashtë kaderit të Zotit apo brenda kaderit të Zotit? Edhe ato janë brenda kaderit të Zotit. Mirë po, ato janë prej Zotit si caktim dhe krijim, e jo si përshkrim i Allahut të lartësuar, si cilësi dhe vepër. Për mi kuptu këta drejt, dietarët e kanë sjellur një shembull. Nëse një piktor e merr dhe e pikturon një pikturë të shëmtuar, një pikturë shumë të keqe, njerëzit kur e shohin atë pikturë, a thojnë që piktori është i shëmtuar apo piktura është e shëmtuar? Piktura. Kërkush nuk ja atribon atë shëmtinë e pikturës vetë piktorit. Apo? Edhe kështu e kuptojmë drejt të keqen e kaderit, apo kaderi që në sytë tanë mund të jetë i keq. Ndërkohë që çdo caktim i Zotit është i mirë. Fund dhe krye, çdo caktim i Zotit është i mirë. Dhe do ta marrim tash në vijim se çka i bie caktimi i Zotit. Andaj Allahu të lartësuar nuk i mveshet e keqja. Wash-sharru laysa ilayk. E keqja nuk të takon ty, nuk të atribuohet ty, o Zot, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, e keqja është nga aspekti i caktimit të Zotit, nga aspekti i krijimit të Zotit. E Allah i lartësuar krijon në bazë të urtësisë së tij. Kaderi i Zotit vazhdimisht shoqërohet nga urtësia e tij. E çfarë është urtësia? Urtësia është ta vendosë çdo gjë në vendin e duhur, në mënyrën e duhur dhe në kohën e duhur. Pra nëse ndalem te ky kader dhe themi që besimtari duhet ta besojë kaderin e Zotit, i miri dhe i keqi, qoftë ai i përcaktuar prej Zotit, e shohim që Iblisi është një krijesë e Zotit. Allahu i lartësuar e ka ditur gjendjen e Iblisit, e ka shkruar dhe në bazë të vullnetit të tij ka dëshiruar dhe është krijuar Iblisi. Ato 4 shkallat të cilat do t'i marrim të kaderit. Mirë, Iblisi si krijesë e Zotit është e keqe, madje obrimi i të gjitha të këqijave. Mirë po, e keqja kthehet te krijesa dhe nuk i kthehet krijuesit. Nuk i mveshet krijuesit e keqja. A ka hajër mas kësaj të keqe? Ka hajër të madhe. Cili është ai hajër? Iblisi shkon i nxit njerëzit me bëj gjunahe, njerëzit pendohen dhe kërkojnë falje, e Allah i lartësuar e don pendimin dhe kërkimin e faljes. Dhe të gjitha të këqijat mund t'i marrësh në këtë formë. Allah i lartësuar thot: "Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum." Ndodh që ju diçka më urrejt, mirë po në të me pas mirësi. Atëherë, kaderi të cilën Zoti e cakton, edhe nëse është në sytë tanë i keq, dhe thash që e keqja nuk i mveshet Allahut të lartësuar si cilësi dhe vepër e tij, mirë po kthehet tek krijesat e tij, ka hajër në të. Ose është mirësia e tëra në vetë atë kader, ose rrjedh prej atij ngjarje, prej asaj krijese, domethënë rrjedh mirësia, domethënë si mënyrë pasuese. Kjo është me pika shkurta për mi kuptuar që ta të keqen e kaderit, qysh njerëzit e kanë shumë gjasa që ta keq kuptojnë. Andaj besimtari e ka parasysh që kur ta beson kaderin e Allahut të lartësuar, duhet ta ketë parasysh që Allahu i lartësuar cakton dhe caktimet e tij të gjitha janë të mira dhe e keqja nuk i mveshet atij. Allahu të lartësuar kur krijon çdo gjë ka krijuar dhe e krijon me urtësi. Pra kaderi i Zotit vazhdimisht shoqërohet nga urtësia. Madje sikur Allahu i lartësuar na e shplonte perden që ta kuptojmë urtësinë mbas një kaderi të caktuar, qoftë ajo edhe në jetën tonë, do ta shihnim se Allahu i lartësuar na ka dashur të mirën dhe ka vendosur për neve, ka caktuar më të mirën. Madje as ne nuk do ta dëshironim ndryshe atëherë kur e kuptojmë atë sekretin në atë kader. Dhe sa raste kemi ne në jetën tonë që na ka ndodhur një gjë të cilën se kemi pëlqyer, mas dhe na kemi pas shumë hajër e mirësinë të. Apo jemi privu për një gjëje, kemi pas shumë dëshirë që ta realizojmë, ka kaluar një kohë dhe kemi kuptuar sekretin e Allahut dhe urtësinë e Zotit në atë kader që nuk ka qenë hajër për ty dhe shumë më mirë ka qenë që nuk është bë për ty. Kaderi vllazën i ka 4 shkallë. Me thonë dikush, çka është kaderi? Çush i përgjigjesh? Caktimi i Zotit.
Kjo është përgjigje e mangët. Përgjigje e plot është kësaj. Besimi se Allahu i lartësuar i ka caktuar gjërat në bazë të dijes së tij, shkrimit të tij, dëshirës së tij dhe krijimit të tij. Pra çdo gjë për krijesave të Allahut të lartësuar kthehet te këto 4 grada: dituria, el-ilmu, shkrimi, el-kitaba, el-mashia, dëshira, vullneti i Zotit për më bëu diçka, edhe el-khalq, krijimi. Çdo janë 4 gradat e kaderit. Kur dikush të pyet se çka është kaderi, i thu është dija e Allahut, shkrimi, dëshira dhe krijimi i gjërave. Çdo janë 4 gradat, 4 shkallet e kaderit, dikush i thot grada, dikush i thot shkalla, të cilat e kanë përfshi në mënyrë të përmbledhur, domethënë se çka është kaderi, se çka është caktimi i Zotit. Diçka duhet ta kemi parasysh, që këto 4 çështje dietarët i kanë nxjerrur duke i në bazë të induksionit, në bazë të grumbullimit të gjitha ajeteve dhe haditheve, dhe kanë ardhur në përfundim se këto janë boshti i kaderit. Këto janë ato 4 gradat e kaderit, dhe kaderi është i plot vetëm me këto 4 gjëra kur të kuptohen në tërësi. Dhe nuk ka mundësi disa mi pohu e disa mi mohu, po duhet të besohen në tërësi. Atëherë edhe një herë, kaderi është dituria e Allahut të lartësuar, shkrimi, el-mashia, dëshira, edhe krijimi. Këto janë 4 gradat e kaderit të cilat ehlu suneti i beson në tërësi. Duhet kemi parasysh që këto 4 grada nuk bën mja ndru vendin, secila është me radhë. Pra fillimisht e para grad është dituria, i paraprin shkrimit. Pastaj është shkrimi që i paraprin dëshirës, e treta dëshira që i paraprin krijimit dhe është pranë krijimit. Allahu i lartësuar dëshiron dhe krijon. Mas pari Allahu i lartësuar e di, dhe do të flasim tani për diturinë. Pastaj e ka krijuar lapsin dhe i ka thonë shkruaj, dhe kjo 50.000 vite para krijimit të qiellit dhe të tokës, në Lauhil Mahfudh, në pllakën e ruajtur, në pllakën Amz të ruajtur, dhe Allahu i lartësuar dëshiron dhe i ka krijuar gjërat dhe i krijon. Këto janë 4 gradat e kaderit të cilat ne si besimtar e kuptojmë drejt kaderin, këtë kapitull, këtë shtyllë të imanit, dhe na lecohet pastaj edhe keq kuptime të cilat mund t'i kemi apo devijime të cilat mund t'i dëgjojmë nga grupet e devijuara në kapitullin e kaderit, sa të shumta njerëz, sa të shumta janë ato grupe që kanë rrëshqit në kader. Besimtari në çështjet e kaderit duhet t'i kuptoj drejt dhe të mos thellohet në hollësit të cilat nuk janë përmendur, në hadithe apo në ajete, e tje për parësi logjikës e qysh ka mundësi kjo, qysh ka mundësi ajo. Nga se ne, si që jemi të mangët në shqisa, po ashtu jemi të mangët edhe në mendje disa çështje të cilat kemi folur, edhe kur kemi folur për uluhien, rububien dhe emrat dhe cilësitë e Allahut të lartësuar, edhe mendjet tona janë të kufizuara, mirë po i kuptojmë tekstet ashtu që i kanë kuptuar, i ka kuptuar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, pastaj i kanë kuptuar sahabët, tabiinët dhe imamet tjerë të dëshmuar. Ebu Hazim Salama ibn Dinar, njëri prej tabiinëve, thotë: Allahu i lartësuar fillimisht i ka ditur gjërat, pastaj i ka shkruar ato para se t'i krijoj, dhe ka vazhduar krijimi i Allahut të lartësuar në bazë të dijes dhe shkrimit të tij. Në bazë të dijes dhe shkrimit të tij. Allahu i lartësuar, kur flasim për dijen e Allahut të lartësuar, duhet ta kemi parasysh disa çështje më rëndësi. Dija së pari është cilësi e qenjes së Allahut të lartësuar. Allahu i lartësuar huwal awwal, është i pari i pa fillim. Allahu i lartësuar është i pari i pa fillim. Nuk i ka parapri mos ekzistenca Zotit ton, po vazhdimisht ka ekzistuar. Është i pa fillim. Allahu i lartësuar është i pari. Dhe dituria është cilësi e qenjes së tij, sifetun dhatiyya. Andaj edhe dija e Allahut të lartësuar është e përhershme dhe nuk i ka parapri mosdia. Për dallim për njerëzve të cilët ne lindim të padijshëm, mësojmë dhe plus asaj ne kanosemi nga harresa dhe mosdia. Allahu ai i lartësuar, i pastër nga çdo temet është, dija e tij është absolute, sikurse veçania e tij është absolute. Dhe kjo cilësi
e përsosur Allahu të lartësuar, dituria, pra është sifetun dhe ati, është cilësi e qenjes së tij. Nuk shkëputet nga Allahu i lartësuar në asnjë moment. Ka qenë Allahu i lartësuar i ditur, vazhdon Allahu i lartësuar me qenë i ditur dhe do të vazhdoj dhe asnjëherë nuk kanoset nga mangësia e diturisë. Kjo është shumë rëndësi që ta kuptojmë. Allahu i lartësuar, dija e tij është absolute, pra është e pafillim, ezeli. Ndërsa dija e njerëzve është diçka që përfitohet. Dhe dija e Allahut të lartësuar nuk rrezikohet nga harresa, nga padituria, nga devijimi, për dallim prej diturisë se njerëzve që rrezikohemi nga padituria, nga harresa, neglizhenca e kështu me radhë, nga hutia e të ndryshme. Allahu i lartësuar kur na tregon që dituria e tij ka përfshi çdo gjë, e ka përdorur fjalën bi kulli shay. Inna Allaha alimun bi kulli shay. Allahu është i dijshëm për çdo gjë. Dhe çdo gjë nënkupton çdo gjë, nuk përjashtohet asgjë. Andaj Allahu i lartësuar në bazë të dijes së tij edhe i ka caktu para se mi caktu, domethënë i ka shkruar gjërat në Lauhil Mahfuz, e ka krijuar lapsin dhe i ka thënë shkruaj. 50.000 vite para krijimit të qiejve dhe të tokës. Kur e kanë përshkruar dietarët se çka i bën dija e Allahut të lartësuar, e kanë përshkruar në forma të ndryshme dhe kanë thënë Allahu i lartësuar din gjërat se çfarë janë, çfarë kanë qenë dhe çfarë do të bëhen. Edhe Allahu i lartësuar e ka përshkruar në një formë për gjërat çfarë kanë mundësi më ndodh, edhe nuk ndodhin, për gjërat që do të ndodhin, për gjërat e pamundshme, sikur të kishin më ndodhur, qysh kanë më ndodhur. Gjitha këto, pra Allahu të lartësuar, dijes së tij nuk i humbet asgjë. Ka përfshi me dijen e tij çdo gjë, të kaluarën, të tashmen, të ardhmen, gjërat që do të ndodhin, gjërat sikur të ndodhin qysh kishin më ndodhur. Edhe kështu me radhë. Allahu i lartësuar përshkruan në Kur'an dhe thot për munafiqët, hipokritët: "Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Sikur do të dilnin me juve në luftë, nuk kishin mirështu vetëm se nga tresa. Hipokritët, Allahu i lartësuar i ka privu dhe nuk ju kanë përgjigj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se mundi atyre në zemrat e tyre, pastaj Allahu i lartësuar ja ka fulos zemrat dhe nuk ju kanë bindur pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam në përgjigjen e betejë. Dhe Allahu i lartësuar ju thot besimtarëve, sikur edhe të vinin me juve, veç të lashë kishin më u bë. S'kishin më dalë mendim. Pra diçka që nuk ka ndodhur, po sikur përgjigjeshin, Allahu i lartësuar do ta dinte se qysh kishin me vepru. Ndërsa Allahu i lartësuar i din edhe çështjet e pamundshme më ndodh. Sikur hipotetikisht, vetëm kishin më ndodh, qysh kishin më qenë. Një prej gjërave më të pamundshme më ndodh është Allahu i lartësuar ka përmendur në Kur'an: "Law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata." Sikur të ishte edhe një zot tjetër përveç Allahut të lartësuar, do të shkatërrohej qielli dhe toka. Kjo është një e pamundshme. Allahu i lartësuar tregon, po sikur vetëm do të kishte mundësi më ndodh, Allahu i lartësuar do ta dinte edhe këtë çështje. Se çish do të ndodhte. Kjo është ajo dituria e Allahut të lartësuar që është e përhershme, ka qenë pa fillim dhe vazhdon me qenë. Nuk është sikur se dija jon e njerëzve që kanosemi nga harresa, i harrojmë madje çështjet ndoshta që pak para minutave i kemi bë, apo harrojmë çfarë do të bëjmë e kështu me radhë, kjo dija manget, andaj besimtari kur e ka këtë çështje parasysh, atëherë edhe caktimet e Zotit kur i ndodhin, e kupton që ka një Zot i cili cakton në bazë të dijes së tij që është absolute. Andaj kur besimtari i bindet Allahut të lartësuar dhe i nështrohet atij, dhe e din që ti e rob, ai është Zoti yt, ai është drejtuesi i çështjeve tuaja, kur të ndodh një fatkeqësi, nuk thu sikur mos më kishte ndodhur, nga se ti i bindur se kjo ka ndodhur në bazë të caktimit të Zotit, në bazë të dijes së Allahut dhe s'ka pas mundësi ndryshe përveç se ç'ashtu më ndodh. Se Allahu i lartësuar, rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf, ju ngrit lapsat dhe ju fa fletët. Andaj besimtari kur e beson bindshëm kaderin dhe e kupton drejt, i rritet imani, i rritet kënaqësia me Zotin. Çka vjen prej Zotit, i rritet kënaqësia me atë çfarë ka ligjzuar Allahu i lartësuar. Çfarë e ka obligu, nga se kjo është dija e Allahut i lartësuar. Allahu i lartësuar nuk të ka obligu diçka që ti s'mundesh mi përballu. Kur Allahu i lartësuar ta ka obligu namazin,
E ka ditë Allahu që ti mundesh mi përballu. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Nuk e ngarkon Allahu i lartësuar dikën përveç se me atë çfarë mund ta bën, mund ta përballon. Allahu i lartësuar thot: La yudillu rabbi wala yansa. Allahu i lartësuar nuk harron, edhe nuk humbet asnjëherë. Kjo është pastrimi i Allahut të lartësuar nga mangësitë të cilat mund t'i kanosen krijesave të tij. Kjo është shkalla e parë e kaderit. Shkalla e dytë e kaderit është shkrimi. Që besimtari me besu se Allahu i lartësuar atë çfarë ka ditur e ka shkruar në Lauhil Mahfuz. E ka shkruar atë çfarë ka ditur në Lauhil Mahfuz. E ka krijuar lapsin si krijesë të parë dhe i ka thënë shkruaj. Dhe ka shkruar çdo gjë çfarë do të ndodhë deri në ditën e Kiametit. Dhe kjo 50.000 vite para krijimit të qiejve dhe të tokës. Pra larg është historia, larg është. E argumenti për këtë është fjala e Zotit ku thot Allahu i lartësuar: Alam ta'lam, a nuk e di ti? Inna Allaha ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard. Sa Allahu i lartësuar e din çfarë ka në qiell dhe në tokë. Inna dhalik fi kitab, kjo është shkruar në libër. Inna dhalika 'ala Allah yasir, kjo është e lehtë për Allahun e lartësuar. Pra, çka është Lauhil Mahfuzi? Është pllak e rujtur. Çfarë ngjyre ka? Çfarë mallësie ka? Çish duket? Këto pyetje nuk i kanë bërë sahabët, është gajb për neve. As pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çështje e gajbit nuk dijim. Është Lauh el Mahfuz, është pllak e rujtur nga çdo mangësi, nga çdo fshirje, nga çdo cenim, askush nuk ka qasje në të dhe vetëm Allahu i lartësuar e din çfarë ka në të dhe prej atyre kadereve, caktimeve të cilat ja u shpall me lajkeve në çdo vit në natën e Kadrit, të cilat vazhdojnë pjesët e caktimit të Zotit për të cilat do të flasim edhe në ligjëratën e ardhshme. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin Abdullah ibn Amr ibn As, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Kataba Allahu maqadir kulli shay'in qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana." Allahu i lartësuar i ka shkruar caktimet para se të krijojë qiellin dhe tokën 50.000 vite. Wa arshuhu 'ala al-ma, dhe arshi i tij ka qenë mbi ujë. Dhe ajeti të cilën sapo lexuam, a nuk e di ti që Allahu i lartësuar din? Kjo është grada e parë e kaderit, çfarë ka në qiell dhe në tokë. Inna dhalika fi kitab, dhe kjo është shkruar në libër. Kjo është ai libri, pllaka e ruajtur, Lauhil Mahfuzi deri në ditën e gjykimit. Grada e tretë është el-mashia, dëshira. Çka është dëshira e Zotit? Mbas keni dëgjuar që dëshira e Allahut të lartësuar është kaunije edhe shar'ije. Është dëshirë e krijimit kozmologjike. E për këta është fjala në pjesën në shkallën e kaderit. Pra kemi dijen, kemi shkrimin dhe kemi dëshirën. Çka është dëshira? Dëshira e Allahut të lartësuar e krijimit kozmologjike i thuhet, që ka të bëj me gjërat që realizohen dhe krijohen. Dhe kjo i paraprin krijimit. Pra çdo gjë çfarë kemi ne, çfarë shohim ne, është nga dëshira e Zotit për me ekzistu. Dhe thamë në fillim që kaderi nuk është që vetë Zoti ka dashur edhe diçka është kriju, ka ardhur pa ndonjë qëllim. Allahu i lartësuar i din qëllimet e krijesave të cilat ekzistojnë. Edhe qoftë një mis, qoftë një milingon, Allahu i lartësuar i din ku janë urtësitë. Dhe të thash në fillim, kaderi është i shoqëruar me hikmetin e Allahut, me urtësinë e Zotit. Çdo gjë ndodh dhe çdo gjë realizohet në bazë dijes shkrimit dhe dëshirës së Allahut të lartësuar që i paraprin krijimit në bazë të urtësisë së Allahut të lartësuar. E urtësia e Allahut të lartësuar është sikurse dija është absolute. Urtësi e plot që Allah i lartësuar është më i urtë dhe çdo gjë e vendos në vendin e vet, me një rol të caktuar perfekt, në mënyrë të duhur dhe në kohën e duhur. Imam Shafiu e ka thënë një fjalë të bukur, thotë: "Ma shi'ta kana wa in lam asha, wa ma shi'tu in lam tasha lam yakun." O Zot, thotë atë çfarë ti don dhe bëhet edhe nëse unë nuk dua. Dhe atë çfarë unë e dua, ti nëse nuk don, ajo nuk bëhet. Ta lexoj edhe një herë. Imam Shafiu shumë bukur e ka shprehë këtë gradën e tretë të kaderit.
Ma shi'ta kana wa in lam asha. Atë çfarë ti dëshiron në bazë dëshirës tënde të krijimit, që paraprakisht i ka parapri ditëria shkrimi, të shoqëruar nga urtësia, bëhet. Edhe nëse unë nuk e dua. Edhe nëse unë nuk e dëshiroj. Wa ma shi'tu in lam tasha lam yakun. Ndërsa unë atë çfarë dua, nëse ti nuk e ke bu emër që mu bo, pra nëse ti se ki caktu, nëse ti nuk e dëshiron që mu bo, ajo nuk bohet, edhe nëse mblidhemi këtë njerëzit dhe këtë gjinit mu realizu, ajo nuk realizohet. Dhe e katërta, shkallë e kaderit, mas ditëris, mas shkrimit dhe dëshirës kaunije, pra të krijimit të Zotit, kozmologjike, dëshirës së Zotit të pakthyeshme, që është konform urtësisë së Zotit, dhe Allahu i lartësuar kur i ka krijuar gjitha ato krijesa, i ka vendosur se Allahu i lartësuar don dhe dëshiron se ashtu të jenë. Vjen grada e katërt, që është krijimi. Krijimi. Allahu i lartësuar thot Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allahu është krijuesi i çdo gjëje. Allahu është krijuesi i çdo gjëje dhe ai është mbrojtës dhe kujdestar për çdo gjë. Krijimi duhet të kuptohet drejt. Ne nëse e shohim se sysh duhet mi kuptu krijimin, ndahen në dy fusha, në dy kategori dhe nuk ka të tretë. Ka krijues dhe krijes. Krijues është Allahu i lartësuar dhe s'ka të dytë. Krijues është Allahu i lartësuar dhe s'ka të dytë. Dhe çdo gjë përveç Allahut të lartësuar është krijes. Të gjitha. Xheneti, xhehenemi, dunjaja, dielli, hona, unë e ti, po madje edhe më shumë. Edhe veprat tona janë të krijuara. Edhe veprat tona janë të krijuara. Fjalët tona janë të krijuara. Ecjet tona janë të krijuara. Madje nga aspekti i veprave ose i gjërave të krijuara janë edhe ato gjëra që llogariten nga kur ti abstenon nga diçka, të cilat ki mundësi mi bo, çka ndërmend mi bo, mirë po abstenon, që shkruhet shpërblim. Sikur se kemi rastin e atyre 3 personave që janë hynë në shpellë. Dhe ju kam mbulu shpella. Njëri prej tyre ka pas mundësi me bo imoralitet me kushëririn e saj, me kushëririn e tij, dhe kur u afru të bëja imoralitet, i ka thënë frikësoj o Zotit, është largu. Edhe kjo largim, do të abstenim, ky s'ka ka bën vepër, po abstenimi i tij është vepër e krijuar prej Zotit. E qysh mi kuptu këta drejt, duhet ta kemi parasysh se Allahu i lartësuar gjërat i krijon në mënyrë të drejtë për drejtë dhe në mënyrë të jo drejtë për drejtë. Qysh në mënyrë të drejtë për drejtë? Allahu i lartësuar xhenetin e ka krijuar me durrët e tij. Ademin e ka krijuar me durrët e tij. Ndërsa në mënyrë të jo drejtë për drejtë e ka krijuar Havan. Nëna e njerëzimit, Havaja, është krijuar prej Ademit alayhis salam. Po ashtu, ne a jemi të krijuar, çush kemi ardhur në krije, në ekzistencë, kemi ardhur nga prindrit tanë. Pra Allahu i lartësuar na ka krijuar neve përmes krijesave të tij. E ka dërguar melekun me fryrjen e shpirtit, e gjelit, riskit, a do të jemi të lumtur apo të dëshpëruar e fatzi. Lutim Allahun e lartësuar të na bëj për atyre të cilët jemi të lumtur në dunjan e ahiret. Allahu i lartësuar e përmend pra çështjen e krijimit si grad e katërt e kaderit, ku thot Allahu wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allahu i lartësuar ju ka krijuar juve dhe ka krijuar atë çfarë ju e veprani. Dhe atë çfarë ju e veprani. Po ashtu Allahu i lartësuar thot liman sha'a minkum ay yastaqim wama tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Pra atë që don ta ndjek rrugën e drejtë, të udhëzohet dhe nuk do të mund të dëshironi, nuk do të mund të udhëzoheni përveç se nëse Allahu i lartësuar do, që është Zoti i të gjitha botëve. Walau sha Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Sikur Allahu i lartësuar të donte, nuk do të luftonin, mirë po Allahu i lartësuar vepron çfarë të doj. Gjitha këto ajete kanë bëjnë me çështjen e krijimit të veprave dhe me çështjen e vullnetit të njerëzve.
vullnetit të njerëzve, se a është vullneti i njerëzve i lirë në veprimin e veprave, apo janë të determinuar, janë të nënshtruar me patjetër mi bo veprat. E këtu logjika dhe të gjitha ajetet dhe natyrshmëria shëndosh e vërtetën që njeriu ka vullnet të lirë, mirë po ky vullnet i lirë është nën vullnetin dhe dëshirën e Allahut të lartësuar, për të cilën do të flasim edhe në ligjëratën e ardhshme. Fillimisht, për mi kuptu se Allahu i lartësuar kur thot "Walau sha Allahu maqtatalu", sikur donte Allahu i lartësuar, nuk do të luftonin, nuk do të vriteshin ata ndërmes veti. Këtu nuk është fjala se Allahu i lartësuar nga paaftësia e tij nuk ka ndodhur një veprim. Allahu i lartësuar nuk i mveshet pa aftësia. Allahu i lartësuar nuk mund ta bëj asgjë të paaftë. Allahu i lartësuar kur diçka nuk ndodh dhe tregon Allahu i lartësuar se nuk do të ndodh, kjo ndodh në bazë të urtësisë së tij. Se Allahu i lartësuar dëshiron që ashtu mos më ndodh. Pastaj, dhe thash, te aspekti i krijimit kur Allahu i lartësuar thot "Wallahu khalaqakum wama ta'malun", Allahu i lartësuar na ka krijuar neve, ju ka krijuar juve dhe atë çfarë ju e veproni. Dietarët e kanë shtjellu dhe kanë diskutu gjatë në lidhje me këtë ajet. Se pari, Allahu i lartësuar, konteksti i këtij ajeti është kur Allahu i lartësuar thot për Ibrahimin alayhis salam, kur i drejtohet popullit vet. Qala ata'buduna ma tanhitun, apo adhuroni idhuj të cilët i keni gdhend nga guri e nga druri. Wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allahu i lartësuar ju ka krijuar juve dhe atë çfarë ju e veproni. E Allahu i lartësuar, kuptimin të cilën e mbron Sheikhul Islam Ibn Taymija e Ibn Qayyim e dietarët e tjerë, thonë që Allahu i lartësuar ju ka krijuar juve dhe ju ka krijuar ato vepra të cilat ju e i bëni përmes juve. Pra, Ibrahimi alayhis salam kur i ka thënë popullit vet, "Çush pi adhuroni diçka që ju e keni gdhend?" Që ajo gdhendje, Allahu i lartësuar po i thot, Allahu i lartësuar ju ka krijuar juve, po ju ka krijuar edhe idhujt e juaj. Po këta idhujt ju i keni gdhend. Janë veprat e juaja ato që cilat i keni bërë dhe efekti i veprave të juaja kanë ardhur ato në ekzistencë dhe janë krijuar idhujt. Pra kështu e shohim, nuk do të thotë që Allahu i lartësuar çdo gjë çfarë ka krijuar, kur do të marrim inshallah edhe në libra të tjerë të cilat do të flasim për emrat dhe cilësitë e tij, që Allahu i lartësuar nuk do të thonë patjetër që është i kënaqur me to. Ato janë krijuar në bazë të urtësisë së Zotit, po nuk nënkupton që patjetër Allahu i lartësuar edhe mi dasht, se Allahu i lartësuar nuk i don idhujt. Mirë po, ato Allahu i lartësuar i ka krijuar në bazë, siç thash, Allahu i lartësuar na ka krijuar neve dhe i ka krijuar veprat tona dhe janë ata njerëzit të cilët i marrin idhujt dhe i adhurojnë në vend të Allahut të lartësuar. Allahu i lartësuar në asnjë mënyrë nuk është i kënaqur që dikush të adhurohet në vend të Allahut. Mirë po, Allahu i lartësuar ka caktuar që e vërteta dhe kota të ballafaqohen vazhdimisht derisa të ndahen dy taborre, besimtarët monoteistë të cilët adhurojnë vetëm Allahun, edhe jo besimtarët të cilët do të përfundojnë në zjarrin e xhenemit. Për mi kuptu drejt çështjen e veprave, e mi ditë që çdo vepër jon është e krijuar, kthehemi tek pika e parë. Pra se Allahu i lartësuar krijon drejt për drejt dhe jo drejt për drejt. Ky është shembulli i parë, që Allahu i lartësuar ka krijuar Ademin drejt për drejt. Ndërsa shembulli jo drejt për drejt janë ne dhe vazhdimshmëria e krijimtarisë së Allahut të lartësuar që është kryesisht jo drejt për drejt. E për mi kuptuar që edhe veprat tona janë të krijuara, atëherë duhet mi pas parasysh tri çështje. E para, për mi bëna një vepër, duhet të kemi njet të prerë. Ta zëmi për shembull, kam një gotë që të me ujë. Duhet të kam dëshirën e pa luhatshme që unë po du mi pi që të gotë me ujë. Si kur do të luhatesha me dy mene, nuk kisha mi pi. Pra për mi pi unë që të ujë, duhet me pas vullnetin, duhet me pas dëshirën, me dash mi pi. Mos më koni luhatshëm, me pas menen e dane, du mi pi që të gotë. Përveç sajnë, duhet me pas fuqi. Pra dora me kone fort, e aftë që mi marë që të gotë edhe mi pi. Me këta realizohet vepra, po tash duhet edhe një tret. Mos me pas pengesë mes meje dhe gotës. Mund kem dëshirë, mund kem fuqi mi pi, mirë po vjen dikush dhe ma mban dorën ma lidh. S'muj mi qu dorën. S'muj mi ngrit ujin, thot s'ki mi pi. Pra duhet më largu edhe pengesat. Kur të realizohen çto trijat, realizohet një vepër jona. Kur të ki dëshirë, apo e ki fuqin, e ki aftësinë mi bo, edhe nuk ka pengesë mes teje dhe asaj vepre. Atëherë kjo është
realizimi i një vepre. Mirë, që të dëshirë prej kujnë e ki, kush ta ka falë, kush ta ka jap? Është Allahu i lartësuar. Po ashtu fuqinë kush ta ka jap? Është Allahu i lartësuar. Po ashtu pengesat kush t'i largon? Është Allahu i lartësuar. Dhe këtu e kuptojmë që Allahu thot, Allahu khaliku kulli shay, Allahu është krijuesi i çdo gjëje. Nëse i shikojmë krijesat si numër dhe veprat që rrjedhin prej tyre, a janë më të shumta apo janë krijesat më të shumta? Për shembull, unë dhe ti jemi dy njerëz, apo veprat që na vazhdojnë, të mbrana ditës i bën 10 vepra, 20 vepra, 30 vepra, këto janë vepra që janë të krijuara. Sikur të thëshim që vetëm ne jemi të krijuar e jo veprat tona, atëherë nuk kish mu kuptu drejt ajeti i Allahut të lartësuar që thot Allahu i lartësuar, Allahu është krijuesi i çdo gjëje. Pra pa përjashtim. Edhe veprat tona janë të krijuara, edhe fjalët tona, edhe qëndrimet tona. Pra çdo gjë përfshihet në këtë krijim. Pra këtu e kuptojmë edhe pjesën apo gradën e katërt të kaderit, edhe bëjmë një lloj të përsëritjes, të dijes, të shkrimit, dhe tham për dijen që Allahu i lartësuar çush dija është cilësi e qenjes së Zotit dhe nuk i ka parapri mos ekzistenca aso pa dija, po ka vazhduar Allahu i lartësuar me qenë i dijshëm dhe vazhdon dhe do të vazhdoj për dallim prej krijesave të tij. Pastaj shkrimit, të cilën Allahu i lartësuar i ka shkruar në Lauhul Mahfuz 50.000 vite para krijimit të qiellit dhe të tokës, se çfarë do të ndodhë deri në ditën e Kiametit, dhe pastaj e kemi dëshirën që është e shoqëruar nga urtësia e Zotit, që i paraprin krijimit dhe krijimit të krijesave dhe caktimeve, që Allahu i lartësuar është krijuesi i çdo gjëje dhe është vetëm krijuesi dhe çdo gjë tjetër është krijesë. Ndërsa vullneti jon dhe dëshira jon për të cilën masa do të flasim në ligjëratën e ardhshme, është nën dëshirën dhe vullnetin e Allahut të lartësuar. Allahu i lartësuar na ka treguar në shumë vende, edhe logjika e shëndosh, edhe ligji i Zotit, është që besimtari ka vullnet të lirë që të besoj, ka vullnet të lirë që ta zgjedh rrugën. Është ai që i cili me dëshirën e tij vepron. Dhe veprat e tij të njeriut janë vepra që veprohen dhe e merr shpërblimin apo ndëshkimin për to. Ndërkohë që Allahu i lartësuar i cakton dhe i krijon ato. Për Allahu të lartësuar është caktimi dhe krijimi, ndërsa për njeriu është veprimi dhe fitimi pe atyre veprave. Allahu i lartësuar në fillimisht, sikur ne mos kishim vullnet të lirë që të veprojmë, nuk do të kishte kuptim që Allahu i lartësuar të na urdhëronte me urdhra dhe me ndalesa. Allahu i lartësuar na ka urdhëruar me urdhra me ndalesa, në mënyrë që ti zbatojmë urdhrat dhe ti respektojmë ndalesat. E sikur të ishte që ne jemi të detyruar të veprojmë, atëherë do të ishte diçka, një obligim me diçka që është jashtë aftësive tona, ndërkohë që Allahu i lartësuar thotë la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu i lartësuar nuk e ngarkon diçka me ato çfarë nuk mund ta përballoj. Pastaj nuk do të kishte kuptim lavdrimi i atij që bën vepra të mira. Sikur të ishte i caktuar që ai të bëjë ato vepra të mira dhe mos kishte vullnet të lirë në veprimin e veprave. Allahu i lartësuar thotë li tujza kullu nafsin bima tas'a, që ta merr shpërblimin secili shpirt për ato çfarë vepron, për ato çfarë përpjeket. Shpërblimin apo ndëshkimin. Pastaj Allahu i lartësuar tregon falamma zagu azaga Allahu qulubahum. Kur tregon për njerëzit të cilët devijojnë, fillimisht ata i kanë devijuar zemrat e tyre. Ata i kanë paraprit devijimit, pastaj Allahu i lartësuar ja u ka deviju zemrat. Pastaj nuk do të kishte kuptim edhe dërgimi i pejgamberëve. Pse ti dërgon te Allahu i lartësuar pejgamberët nëse njerëzit do të ishin të detyruar, të mos kishin vullnet që ta njohin të vërtetën dhe të keqen dhe ta pasojnë të vërtetën dhe të heqin dorë nga e keqja. Allahu i lartësuar nga urtësia e tij e përkryer, si thash, edhe nga dija e tij absolute, është që na ka dërguar pejgamberë dhe ka zbritur libra, në mënyrë që të na tërheq vërejtjen dhe të marrim mësim që ta adhurojmë vetëm atë dhe të largohemi nga idhujtaria. Allahu i lartësuar thotë wa amma thamud fahadaynahum. Sa i përket Thamudit, ata i kemi udhëzu. Është fjala jo kemi tregu. Se udhëzimi është dy llojesh, udhëzim i suksesit dhe udhëzim i dëftimit. Unë kallëzoj ty që çka rrugë çon në xhenet, çka rrugë çon në xhenem. Pastaj vjen udhëzimi i suksesit,
që Allah i lartësuar ti më të përkrah, që ta ndjekësh rrugën e xhenetit. Allah i lartësuar thot: "Fastahabbul ama 'ala al-huda", i japën përparësi dhe e dashtën verbërin para udhëzimit. Pastaj ne vetë në jetën tonë të përditshme. Atë nal dikush ti më ngrit për vendit që të e më ul kërkosh të nal. Atë nal dikush që më dal je i lirë. Po ashtu në çështjet e dunjas, bëmë na për shembull dy mundësi, dy puna, njëra me rrogë të madhe, njëra me rrogë të vogël. Cilën e zgjedh ata me rrogë të madhe, shumë natyrshëm. E lutim Allahun e lartësuar të na shtoj dije të dobishme. Do të vazhdojmë në ligjratën e ardhshme të flasim në lidhje me justifikimin e gabuar me kader të njerëzve dhe keqkuptimin, dhe do të flasim në lidhje me frytet në besimin në kader. E lutim Allahun e lartësuar të na mësojë që ta kuptojmë drejt, edhe të na largojë paqartësitë dhe të na shtojë dije të dobishme. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam.